Mirdita të gjithëve, ju faleminderit për interesimin që të ndiqni këto takime konsultative për konstituimin e institucioneve të legjislaturës së 11 të dalur nga zgjedhjet e parakoshme të 7 qershorit si vjet. Me kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës, Bedri Hamzën, u takuam së pari në këtë raund të këtyre takimeve, me qenë se është edhe subjekti i dytë me numrin e deputetëve pas lëvizjes vetëvendosjes si fituese. Unë e falenderoj kryetarin e PDK-s Hamza për këtë takim, i cili ishte takim i parë dhe konstruktiv që kaloi në atmosferë të vullnetit, të interesimit për t'i dhënë institucione të reja Republikës së Kosovës në përputhje me vullnetin e popullit. Aktualisht unë nuk mund të them që kemi ndonjë rezultat konkret, ndonjë të arritur që do të mund të ndaja me publikun, por në të njëjtën kohë duhet të theksoj që me kryetarin Hamza jam takuar 2 herë gjatë dimrit si vjet, nuk jemi takuar asnjëherë në pranverë dhe ky ishte takimi i parë në këtë verë. Uroj që kjo frymë e konstruktivitetit të mbizotroj edhe në vijim dhe në përputhje me afatet kushtetuese të arrijmë që t'i konstitutojmë institucionet dhe në këtë mënyrë vendit t'i japim edhe kryetar kuvendi, edhe qeveri të re, kryeministër e po ashtu edhe president të ri. Pra, për bindjen time, vullneti është aty, atmosfera konstruktive duhet të vijoj të mbizotroj dhe në këtë mënyrë do të mund të jemi megjithatë optimist për rrugën përpara. Unë sot në pasditën e vonë do të takoj edhe kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjikun, dhe të shohim që si 3 subjekte të mëdha, të cilët së bashku kanë le t'i mbledhim me shpejtësi 93 deputet, pra 53 vetëvendosja, 22 PDK-ja dhe 18 LDK-ja. Ne kemi numrin e mjaftueshëm të deputetëve që të konstituojmë të gjitha institucionet e legjislaturës së 11, ku natyrisht e dini që për 2 raundet e para, për shkak të një aktgjykimi të gjykatës kushtetuese të vitit 2011, duhet i kemi 80 deputet në sallë për të zgjedhur presidentin e ri, ndonë se në raundin e tretë nuk kërkohet një gjë e tillë. Për bindjen time, ky numri 93 është më së mjaftueshëm, ndërkaq në anën tjetër, ju e dini që edhe nuk është as pak e sigurt nëse konsiderojmë që numri prej 80 apo 81, le të themi, deputetëve garanton kvorumin e nevojshëm. Andaj, siç e kemi thënë më herët, që është e nevojshme të kemi 84 apo 5 që të jemi të sigurt për rrugën përpara, njësoj vlen edhe tani. Cila është oferta për Hamzën? Hamza tha që do të vazhdojnë të qëndrojnë në opozicë Partia Demokratike e Kosovës, themi kështu e mbylli derën për një bashkëpunim me lëvizjen vetëvendosje. Këja nuk ju ka ardhur takim, ai bie kjo që vetëm LDK-n e keni si zgjidhje, pra për një koalicion, qoftë për qeverinë, qoftë edhe për çështjen e presidentit. Unë kur i mblodha numrat e deputetëve 53 plus 22 plus 18, nuk thash edhe plus 7 për shkak se kryetari i AK-s nuk e ka konsideruar të arsyeshme të nevojshme që të takohet me mua. Unë besoj që është e rëndësishme që të takohet me mua. Lëvizja vetëvendosje është fituese e zgjedhjeve. Ne edhe nëse nuk do të jemi bashkë në qeveri, padyshim që do të jemi bashkë në institucione, dhe në kohën kur takimet zhvillohen gjithandej, pothuajse secili me secilin, nuk besoj që është në rregull që një parti e respektuar parlamentare si AK-ja të refuzoj takimin me mua si kryeministër dhe kryetar i partisë fituese. Andaj edhe po duhet të them 93 në vend se 100, por gjithashtu edhe partit e pakicave
të cilët kanë qenë në të kaluarën bashkë me lëvizjen vetëvendosje në qeverisje, ne nuk kemi asnjë arsye për të besuar që nuk do të jetë sërish njësoj, kështu që jo vetëm që kemi 50 deputet si lëvizje vetëvendosje, po njëkohësisht i kemi shumicën e deputetëve në Kuvendin e Republikës, madje kemi më shumë se 61, që është minimumi i nevojshëm, por edhe një herë po e theksoj, nëse unë si fituesi zgjedhjeve, kryetari i vetëvendosjes, kam përgjegjësinë për formimin e qeverisë, zgjedhja e presidentit nuk është përgjegjësi vetëm e partisë fituese. Zgjedhja e presidentit është menduar që të ndodhë me një bashkëpunim me të tjerët. Andaj edhe ne piknisje do ta kishim një figurë konsensuale. Pra dikush i cili nuk është i asnjë partie politike, dikush që është përtej polemikave të skenës aktuale, dikush i cili ka vlera të dëshmuara, kombëtare, profesionale, qytetare, dhe në këtë mënyrë të jetë shprehje e unitetit ashtu siç e kërkon kushtetueshmëria jonë. Tash kjo është jo ideja jonë dhe kërkesa jonë, por kjo është fryma dhe germa e kushtetutës. Edhe një herë po ritheksoj, për qeverisje, përgjegjësia bie mbi ne, po për zgjedhjen e presidentit të gjithë kemi përgjegjësi. A do të thotë se do ta bëni qeverinë, a do të thotë se do ta thyrësni seancën e kuvendit pas konstituimit për ta votuar qeverinë? Tash jemi në fazën e konsultimeve me partitë opozitare, domethënë me PDK-n dhe LDK-n që pranuan që të takohemi dhe të bashkëbisedojmë për një zgjidhje politike për rrugën përpara. Ne jemi të interesuar që të japim kohë diskutimeve, konsultimeve, në mënyrë që legjislatura e 11 të ketë jo vetëm kryetar kuvendje, kryeministër, por edhe president. Faleminderit.